unë si trener edhe si njëri profesionist i kësaj fushë, nuk më me thonë që ka favorizime në këtë lloj niveli garash. Më duket e pa kuptim, dhe më ka duket shumë e pa arsyeshme me mënyrën se çush është diskutu aq shumë në opinion. Mendoj që është diskutu prej jo për njerëzve aq shumë kompetent, më thonë, sepse është bërë shumë buje madhe për media më shumë, në ato se çush e kemi gjyku na në atë synin tonë, ndoshta prej aspektit ndoshta edhe tifozit, pak edhe prej asoj dëshirës për me pa dikën tjetër. Mendoj se në atë gjykimin profesionist që është bërë edhe me ato që kam dëgju njerëz, po flas për gjyqtar, ish gjyqtar, mendoj që i kanë dhënë drejt vendimeve gjyqtarëve. Sepse rregullore është e qartë, nuk mundna me dalë për rregullorës pse kemi qef na për me bënë një ndryshim ose jo. Raste që janë dhënë favor të Argjentinës janë në rregullat e reja që janë paracaktuar, domethënë, para fillimit të kampionatit botror. Edhe ato rregulla kanë shkuar gjitha kombëtarëve. Zakonisht kur ka ndryshime të rregullave, secilës kombëtar ose secilës ekipi shkohet në grupe gjyqtarëve, ja shpjegon domethënë gjitha detajet, sepse ti dush me ditë paraprakisht se me çka kemi u ballafaqu. Edhe mendoj që në këtë pjesë nuk qëndron kjo. Argentina vetëm në favor që ka pas në thojza në këtë kampionat botror është orari jashtëzakonisht i lehtë që ka pas deri këtu. Sfidën e parë vërtet Argentina do ta ketë me Anglinë në gjysmën finale, ndërsa për këto pjesë tjera nuk besoj se qëndroj.